Po në Suedi, unë me thonë drejtë nuk është që kom pas diçka që të ka lidhë po që më ka lidhë ashtu, po në atë kohë edhe Alberti Bonjok, domethënë që ka qenë edhe selektori i Kosovës. Edhe sigurisht kur shpallës lojtari më e mirë s'ka i kanë syt ka te, domethënë ato edhe mbindi me shku domethënë atje me fillu me provu domethënë vetën asë edhe shkova fillova në divizion domethënë ligë pak më poshtë, po mas 6 muaj thuj se veç kalova tani te Kalmar. Te Kalmar, një klub i madh në Suedi. Po, Kalmar në atë kohë ka qenë domethënë konkurrencë për me fitu domethënë titullin në Suedi, ka qenë shumë konkurrencë e fortë. Në atë kohë ka pas Kalmar 3 brazilian, një prej tyre ka qenë në grup të lojtarëve që kanë marrë pjesë në 94-ën për Brazilin botror, po. Sigurisht tjetër nivel tjetër ato, po e kitan edhe një vetë besim më të kur edhe që topi nuk cen domethënë sa atëherë du për të ardhur topi me menu apo çka ne apo çuat në halë. Po na kanë më shumë teknikisht tani domethënë më zhvillova ajo. Një mundësi e mirë ka qenë shumë po ka qenë shumë konkurrent e madhe dhe unë fillova shumë mirë te Kalmar me thënë drejtën para përgatitjes isha një prej më të mirëve ato mirë po tani masanej me pota si një virus nuk ju di që nuk mujta me ardhë në atë formë më të mirë domethënë qatë vitin që isha te Kalmar edhe pse edhe konkurenca është shumë e fortë po në atë kohë ka pas Suedia ligjin ka qenë nuk e pas drejt me pas 3 veç 3 trup të huj domethënë jashtë Evropës.